Qyteti e Eisenhundestadt në Gjermaninë Lindore po ofron një qëndrim 14 ditor falas për të inkurajuar njerëzit të zhvendosen atje dhe për të rritur popullsinë, e cila është në rënje prej dekadash, shkruan gazeta Sinjal. Sipas një deklarate të Këshillit Vendor më 13 maj, kjo iniciativë e quajtur Bëj plane tani, synon udhëtarët që udhëtojnë për në punë, të kthyerit e mundshëm, punëtorët e kualifikuar dhe të vetëpunësuarit që të kërkojnë ndryshim në stilin e jetesës. Pjesëmarrësit do të qëndrojnë falas nga 6 deri më 20 shtator në apartamente të mobiluara në qendër të qytetit dhe gjatë kësaj kohe do të kenë mundësinë të njihen me një jetë dhe një punë në Eisenhundestadt përmes aktiviteteve të organizuara si turne në qytet, vizita në fabrikë dhe shëtitje. Këshilli Vendor ka deklaruar se do të ndihmojë pjesëmarrësit të eksplorojnë mundësitë për qëndrim të përhershëm, përfshirë stazhe, vëzhgime pune dhe intervista me biznese lokale. I themeluar në vitin 1950, së qyteti i parë i planifikuar në regjimin socialist të ish Gjermanisë Lindore dhe i njohur fillimisht si Stalinstad, dikur kishte mbi 50.000 banor. Sot popullsia ka rënë në rreth 24.000 banor. Zyrtarja lokale Julian Basan sa se skema synon të sjellë më shumë banor të përhershëm, veçanërisht punëtor të kualifikuar.